Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Një program I ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids, me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ayla, gati. Qa bëri këmi? Qa ishte kjo? Kështë parë në njerë? Por qa e bëri atë? Aso nuk e di. Arja, sa vjeç e Arja? Unë jam 6 e gjys. 6 e gjys, për ti që ke gjithë kjo gotë, je gjatë, për të shikojnë qik. Ua, shumë e gjatë je për 6 e gjys, më të kanë thënë besoj. Kuj ti ke ngjarë? I kam gjatur babit. Babi është I gjatë shumë? Po, Me kë pas ka ardhur? Me një beb? me një bebë dhe ka emrin Paula. Paula? Kush është Paula? Paula është bebi. Bebi kujt është? Bebi ime. Qa thua? Kam shumë gjanë. Vërtet? Kam që një motër të vogël. Oh, sa jam bëll. Po motër, a ke? Po kam një motër 12 vjeç dhe kam shumë gjanë. Oh, është e mirë, si e ka emrin ajo? Dejse. Daisy? Sillet mirë me ty? Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Qa po ne? Ndonjëherë më tallë mua dhe kur unë ndonjëherë rrëzon, ajo qesh. Një strecja. Dëgjoj, po kjo e vogla? Sa vjeç është? Dhe kjo është 1 vjeç. 1 vjeçe. Që nga shumë e bukur. Kjo, Paula? Po. Okej. Goc. Po, goc. Beb goc është kjo Paula, po. Po, ti në një vlla, ke qef që të kesh në një vlla, apo jo? Po, kam qef të kem një vlla, po nga që mami nuk na e bën, shoqja e mami ka një djalë të vogël dhe unë atë e kam si vëlla. Po mirë, ja, e pas ke zgjitur, po mami pse se bën një vlla? Po nga që mami thot që vëllezërit janë të mërzitshëm. Janë të mërzitshëm? Që ndonjëherë bëjnë rëmuj. Po patjetër, që çunat ashtu janë që bëjnë rëmuj. Ke shtëpia juaj kush bën më shumë rëmuj? Unë, se jam e vogla. Ti, normal. Po babi bën rëmuj, babi? Babi, jo gjithmonë, po ndonjëherë bën kështu rëmuja, I hedh rrobat në shtëpi. Ashtu, a? Qa I thot mami kur I hedh rrobat në shtëpi? Mami nuk bën gjë, thjesht I mbledh dhe I çon në lavatriçe. Qa ti bëj dhe mami tash? Nga jeni më origin ju zemër? Mami është nga Gramsha, ndërsa unë, babi dhe motra dhe babi dhe babi tim janë nga Tropoja. Do me thënë, mami është nga Gramshi. Po? Ti, babi, motra dhe... Kush është tjetër? Dhe mami I babi tim janë nga Tropoja. Nga Tropoja. Ti nuk je fare nga Gramshi? Janë gjysmë ashtu, gjysmë ashtu. Je gjysmë ashtu dhe gjysmë ashtu. Ku është më bukur, në Gramsh apo në Tropoj? Gramsh nuk është se e kam vizituar shumë herë, por kam shkuar një herë pak më e vogël, kam shkuar 1 vjeç dhe nuk e mbaj mend, po nga që mbaj mend Tropoja, më duket Tropoja më e bukur. Si është Tropoja? Ma përshkruaj pak. Ka të shtëpia shumë të bukur, ka hotelet të mira, që mund të flesh edhe mund të rish rehat. Ashtu, në Tropoj ka hotelet mira? Okej. Po kështu për të ngrënë, qa ka? Ka ëmbëlsira, ka gjëra të shëndetshme. Atje? Po, ka dhe fruta. Ka dhe fruta. Po larg është në qik nga Tirana, më duket, Pak. Me qa shkohet në Tropoj? Me avion o me makinë? Me makinë. Me makinë. Mund të shkosh me helikopter nëse ke shumë gjatë, nëse të duket shumë e gjatë, po ne në fakt vetëm me makinë ikëm nga që nuk duam që të na dali shumë koha e shkurtër, se duam të shikojmë gjërat nga poshtë. Dua të shikojmë lumenjt. Prandaj se merrni helikopterin ju? Edhe nuk kemi ndonjë njeri që mund ta marrim helikopterin. S'di t'i japi babi? Jo. Vetëm makinës edhe motorit. Okej, në rregull. Qa ke qef bësh ti kur të rritesh? Një doktoresh.
Doktoresh. Pse doktoresh? Sepse mendoj që është gjë shumë e mirë, sepse mund të shpëtosh njerëzit. E vërtet. Po vetëm se doktoreshat punojnë shumë. E di. Lodhen shumë. Edhe unë dua që të ndihmoj njerëzit. Di po do rish pa gjumë gjithë natën. S'ka që. Je gati? Je punëtore ti? Babi, qa punë bën mami dhe babi? Mami shet parfume, po thjesht nuk shet në për dyqane, po thjesht shet në shtëpi, ndërsa babi shet më qumsha, ushqimin e bebave dhe pluhurat e bebave. A di ti zemër se si lindin fëmijët, si bëhen fëmijët? Se si bëhen fëmijët? Jo, po si lindin fëmijët jam duke mësuar. Do ma tregosh edhe mua? Nuk jam mësuar dhe aq mirë. Po. Paga shumë. Po. Çfarë mund të të shpjegoj? Për shembull, në qoftë se unë dua të bëj një gocë të bukur kështu si ti, ç'a duhet të bëj? Duhet të thrasësh doktorin dhe doktori ta ndjedhin atë bebin dhe do të dalë shumë i shëndetshëm. Vërtet? Po unë nuk e kam akoma bebin, si ta bëj që ta kem? Nga dashuria krijohet një bebi vogël. Vërtet? Nga dashuria me kë? Nga dashuria me partnerin. Me partnerin. Kështu më ka thënë dhe mua babi. Unë e kam thënë si më ke nxjerrur ti mua, nga dashuria me mamin dhe me babin krijohet një fëmijë i vogël. Po ti bebin tënd si ke krijuar? Ky është një bebi vogël dhe ky është i vogël dhe është një kukull, por unë në fakt e dua si një motër. Kush duhet të kujdeset për një beb? Mami apo babi? Edhe mami edhe babi. Po pak më shumë? Mami, sepse mami e ka bërë. Se mami e ka bërë. Dhe ajo të jetë gjithmonë besnike për mamin, sepse mami është lodhur shumë për ta mbajtur, ndërsa babi të jetë në punë. Edhe babi mund ta mbaj pak, po babi është pak i lodhur dhe mban më shumë mami. Edhe ne nuk na mban shumë babi, thjesht na përqafon ndërsa mami na mban. Ashtu, ë? Po pse lodhet babi, ë? Po babi ikën gjithmonë në punë për të mbajtur familjen. Me ushqime të shëndetshme. Me ushqime të shëndetshme. Po mami nuk e mban familjen? Mami nuk është se gjithmonë shet, por edhe mami e mban shumë familjen. Po jo që të marri kështu lek, po na mban ne që kur bëjmë rromuj apo kur lozim ne të dyja apo zihemi ajo na tregon mos u zini apo na çon filma dhe ne rrim të qeta. Arja, kush është personi më i rëndësishëm i jetës tënde? Familja. Po një person. Mami. Mami. Arja, nëse ti do kishe mundësinë të ishe mbretëresha më e rëndësishme e botës, çfarë do bëje? Të ndihmoja njerëzit. Cilët njerëz do ndihmoje? Ato që të ishin besnik me mua, ja ato që të më tallshin mua, ato që të më tallshin kur tu sinin të i thëja, mbaj mend atë gjën që më ke bërë, po unë këtë herë po të ndihmoj. Okej. Çfarë do të thënë ti jesh besnik? Të jesh besnik do të thënë që ti të ndihmosh shokët dhe mos t'i shash ato. Mos t'i shash prapa krave? Po. Okej. Arja, si imagjinon ti Arjan pas 10 vjetësh? Të madhe, një gocë tolerante, një gocë të bukur, një gocë të sjellshme. Pra ti bie që ti jesh mbas 10 vjetësh, sot je 6,5, do jesh 16,5. Do jesh në vitin e 2 gjimnaz. Do ke shoqe, shok. Jo të gjithë, sepse edhe të klasa ime, motra ime është 13 vjeç dhe ato shokët nuk janë daq të mirë. Ashtu? Nuk ka shok? Shajnë, sidomos njëri që e ka emrin Reisi në fugon Tran Kruqë, dhe unë i gjuaj në bërkok, mos i thuaj këto, nga që ne jemi fëmijë, mos i gjuaj atë se je afërsisht më i madhe. Aha, çfarë thot ai? Këto fjalët e këqija. Dhe unë i gjuaj të koka, mos i thuaj më ato se jemi fëmijë, po i mësovën ti të kesh fajin. Aha, mirë i ke bërë. Po kush e ka mësuar ati? Nuk e di, ndoshta të i ketë mësuar nga ndonjë shok që thot fjalë të këqija. Dhe këto
te lagja jonë shajnë shumë, nga që i mësojnë nga këto të rriturit. Aha. E si ndihesh ti kur dëgjon këto fjalët e këqija? Shumë keq, se nuk dua që të jenë pa edukat. Kush janë më të lumtur, fëmijët apo të rriturit? Fëmijët nga që mund të lozin sa herë të dojnë, ndërsa të rriturit janë pak të lodhur ndonjëherë. Nga që kanë lindur fëmijë dhe fëmija e vetë. Nga që ne të vegjël nuk mund të lindin që të vegjël fëmijë, jemi më argëtues. Kush njohur mamën me babin? Çfarë? Ku janë njohur? Kanë kaluar me një rrugë dhe babi i ka thënë këto gjërat. Çfarë? Sa bukurie, a do të martohesh me mua dhe ajo ka thënë po. Dhe janë martuar? Kanë kaluar ca ditë për të njohur sa besnik është babi dhe janë martuar. Ishte besnik babi. Arja, ti më the që të pëlqen të ndihmosh të tjerët. Pëlqen shumë, po jo kur më tallin. Kur të tallin? Nuk i ndihmoj. I ndihmoj 1-2 herë, po pastaj i them, mbaje mend dënimin, po mbaje mend atë që më ke bërë, po unë nuk të ndihmoj më, sepse nuk është gjë e bukur që të tallësh të tjerët. Po pse i tallin njerëzit njëri tjetrin? Varet, ndoshta i ka bërë një gjë ti dhe ato të kanë tallur. Arja, kur të dali ky emisioni që do të shohin ty njerëzit, mendon që do të të pëlqejnë? Po, nga që isha në fillim dhe më vinte pak turp, po tani e kam rregulluar turpin. Si e rregullove? Rregullova duke më thënë mami, nuk ka gjë se ti e vogël dhe nuk të shan njëri. Jo. Po kam frikë për motrën time nga që ajo vetëm tallet me mua. Ajo vetëm më tall. Ajo vetëm të tall. Gjithmonë. Edhe të bën të ndihesh keq kjo? Jo dhe aq, sepse e ndjej që ajo ma thot për këtë e lirë, që unë mos të mërzitem. Po unë nuk mërzitem, vetëm kur më shanë shumë herë, apo kur rëzohen më pak nga shkallët, bie pak kështu, ajo qesh. Unë mërzitem ndonjëherë kur më shajnë. Jo motra, se unë motor nuk kam. Po them kështu njerëzit. Po, edhe mua. S'di si ta kaloj? Mund ta kalosh duke u menduar nga 1-2 xhiro vetëm, duke shijuar një kafe dhe pastaj thuaj mos më shah më sepse unë nuk të ndihmoj po ti më shave. Jo, nuk e kam vetëm për këto njerëzit që njoh, e kam për këta të panjohurit, këta që nuk më njohin fare. Dhe të shajnë. Thuaj, nëse ato nuk kanë nevojë për ndihmë, ti mos i ndihmo fare, thjesht thuaj ke bërë një gabim të madh. Se është gabim i madh të shash njerëzit. Pse është gabim të shash njerëzit? Sepse kjo tregon që ti i pasjellshëm. Nëse ti do ishe kryeministër në shtëpinë tënde dhe do vendosja rregulla, çfarë rregullash do vendosje? Mos bë rëmuj, mos bë zhurmë, mos bërtit. Dhe mos u hin. Po këto rregulla besoj keni në shtëpi apo jo? Jo. Si keni, a? Na thot mami mos bërtisni shumë sepse keni dhe komshi. Po edhe pse jemi kati parë. Mund të gjoj komshirët aty që janë të kati parë. Okej, në rregull. Nëse ti do kishe mundësinë, ti plotësoje vetes tënde vetëm një dëshirë. Çfarë dëshire do ishte ajo? Një vllai i vogël. Dhe i shëndetshëm. E ke me qef një vëlla të vogël, a? Po s'ma ka bërë mami akoma. Po çfarë pret ajo mami që ta bëj një vëlla? Pse si thua babit? Më çfarë mund ta bëj babi, sepse vetëm mami e bën. Vetëm mami e bën? Babi nuk bën asgjë fare? Ja, vetëm bën bukën kur mami nuk e kupton se si bëhet. Gatuan do me thënë. Po, gatuan vetëm karkalica, se nuk di gatime të tjera. Apo gjëra që i ka mësuar mami. Nuk di, a? Po kështu, në një çunë që ke më shumë qef se çunat e tjera, ke tjarja? Jo, s'pëlqej asnjëri, të gjithë janë shumë budallënj. Ashtu, a? S'ka në një të lezetshme ti ke shkolla jote fare? Kush janë më të zonjat, çunat apo gocat? Gocat. I me shumë të zonja. Po më të sinqerta? Si më të sinqerta, gocat. Më punëtor? Gocat. Okej. Arja, do të bëj një lojë, po nuk e di tani se sa do mund të ja dalësh ti për të përftuar një nga këto dhuratat. Është e thjeshtë. Atëherë,
Arja, më thuaj shpejt 3 gjëra që janë të kuqe. Molla, topi, që mund të ketë një të kuq që është me Albani, ngjyrat. Okej. Më thuaj 3 kafshë që jetojnë në fermë. Lopa, deri dhe pula. Okej. Më thuaj 3 ushqime të shëndetshme. Molla, banania, portokalli. Okej. Përshkruaje veten tënde me 3 fjalë. Unë jam e sjellshme, unë jam e dashur dhe jo e rrept. Okej. Më përshkruaj mua me 3 fjalë. Je bukur, je shumë e mirë dhe ke zgjedhur një punë të mirë. Sepse të pyesësh fëmijët është diçka që është shumë e mirë. Vërtet, puna ime? Ju pëlqen fëmijëve? Mua më pëlqen shumë, por nuk mendoj që është pak më e mirë se doktoresha. Sepse doktoresha mund të ndihmojë nga zemra. Nëse ti ke probleme me zemrën. Unë kam probleme me zemrën. Po, nëse ti ke probleme me zemrën. Okej. Dëgjoj. Po puna ime, të pëlqen puna e prezantueses? Po, më pëlqen shumë. Po pse të pëlqen puna e prezantueses? Sepse po pyet fëmijët dhe fëmijët argëtohen. Knaqen fëmijët shumë këtu. Edhe shikojnë dhe gjëra të bukura. Kush mendon se sjell më shumë para? Puna si prezantuese apo puna si doktoresh? Doktoresh. Më ka shpjeguar nga që ti ke bërë një punë të madhe dhe je lodhur shumë për të bërë diçka për atë klientin. Edhe këtu mund të marrësh shumë lek, po nuk mendoj që mund të marrësh më shumë lek se sa tek doktori, sepse tek doktori po i kështu zemrën, po i rregullon zemrën, i rregullon bakteret, i merr bakteret. Me që ti do të bësh doktoresh, kur të dhëm zemra, dhe zemra ti e di kur të dhëm, zemra të dhëm kur të mërzit një person i dashur, që të lëndon. Po. Si mund ta shërojmë zemrën? Duke i thënë fjalë të bukura, duke çuar tek doktori dhe doktori i thot pi këtë ilaçin dhe kur të mërzit në njëri ti të ndihesh më mirë. Ashtu? Okej. Po, a ka ndonjë mënyrë tjetër pa ilaçe për ta shëruar zemrën kur ta ka lënduar dhe ta ka thyer fort dikush? Për shembull, është një person që ti e do shumë, po ai nuk të do ty. Nuk e di, po mendoj që mund t'i thuash fjalë të bukura dhe ajo ndihet më mirë. Zemra? Dhe ajo ndihet më mirë nga zemra. Kujt ti thuash fjalë të bukura? Ti thuash personit? Po, personi. Ai që i është thyer zemra nga ato fjalët që nuk i do ai. Pra, çfarë fjalësh do më thoje ti mua nëse zemra ime do ishte e thyer që mos e mërzit sepse unë të dua. Edhe nëse ai nuk të do, të dua unë. Sa e mirë. Kënaqa shumë me ty sot. Faleminderit. Edhe shpresoj të shifemi prap. Do të t'jap një dhuratë. Çfarë është ajo? Çanta e doktorit është? Po. Po ti e paske me vete. Po do na bësh një vizitë. Unë s'jam ndier mirë fare dje. Pse? Po kisha si ethe, si të ftohtë. I ke veglat me vete? Hajde na bëj një vizitë mirë. Më ka dhimbtur barku, por edhe këtu kur marr frym pak këtu te gjoksi. Çfarë duhet bëj? Duhet thjesht të marrësh pak frymë mirë. Okej. Okej. Tani? Duhet të ta fushësh këtë. Okej. Të shikoj. Je këtu shumë mirë, je. Nuk kam temperaturë? Ja. Okej, në rregull. Je tani je shumë mirë. Jam mirë? Po. S'kam nevojë për ilaçe? Ja. Okej. Për të pirë shumë ujë. Duhet pi ujë? Po. Okej. Do ta ndjek këshillën doktoresha. Doktoresh Arja. Arja, kjo është dhurata jote. Faleminderit. Shpresoj të të pëlqej. Urdhëro. Faleminderit. Do ta hapësh? Okej, po të më bash pak sa ta fush Mbajon, këtë? po, shifi një herë vegla ti. Ta hap këtë fjongon një Ta herë? hapësh fjongon një herë. Të pëlqejnë dhuratat ty Arja? Po, më pëlqen shumë. Cila është dhurata më e bukur që ke marrë deri tani? Nuk e di se kam parë këtë dhuratën tënde dhe pastaj mund të ta them. Okej.
Një bluzë e bukur. Të pëlqen? Pa. Se ka shumë e bukur. Vërtet? Aha. Ta gëzosh. Faleminderit, më pëlqen ka shumë. Vërtet? Më bëhet shumë qefi që të pëlqen, Arja. Ta gëzosh dhe shpresoj që ta veshësh. Po, ta vesh shumë. Faleminderit që erdhe. Nuk ka problem. Edhe ti faleminderit që me të gjithë të pyetje të bukura. Mua. Ky program u mundësua nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.